Në ditën e parë të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, Ministria e Shtetit për Inteligjencën Artificiale, Zonja Diella, u shfaq me një postim duke përcjellë një mesazh sensibilizues për rëndësinë e parandalimit dhe diagnostikimit e hershëm të kësaj sëmundjeje. Megjithatë, ajo që tërhoqi vëmendjen e publikut nuk ishte vetëm fjala e saj, por një detaj i pazakontë. Në një nga fotot e publikuara në rrjetet sociale, në imazhin zyrtar dora e ministres, dukej sikur kishte gjashtë gishta një element që menjëherë ndezi komente dhe reagime ironike në Facebook dhe Instagram. Pas shpërndarjes së fotove, përdoruesit vunë dukje se bëhej fjalë për një gabim të mundshëm të gjeneruar nga inteligjenca artificiale gjatë përpunimit të imazhit. Si pasojë e komenteve të shumta dhe reagimeve online, administruesit e faqes zyrtare ndërhyn duke redaktuar foton dhe prer pjesën e dorës ku dukej deformimi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.